Nga situata që ndodhi në kopshin tonë, unë në ratë pauroj një fëmijëve të jenë mirë me shëndet, edhe shkura atyre fëmijëve që dolën me sëmundjen e salmonelës. Momenti që u njoftuam që fëmijët ishin të infektuar, me urdhër të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, u pezëllua, u mbyll kopshti dhe në momente që u mbyll kopshti, u morën disa masa. U bë dezinfektimi i kopshtit, u bën analizat e gjithë stafit dhe u morë dhe analiza ujë të pishëm. Në momentin që u bë dezinfektimi, analiza ujë të pishëm dhe fëmijët u përmirësuan dhe janë mirë me shëndet, atëherë Inspektorati erdhi dhe urdhër që të hapësh kopshtin përsëri. Në momentin që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor erdhi dhe urdhër, kopshti ditën e hen u hap kopsht pa drekë, ku ushqimi nuk funksionon pasi kuzhina është e mbyllur.